lën hapësirë që ne nga kjo palë të mbetemi pak më jo zot fuqishëm, për shkak që kjo është lidhja live, mirë po do të rikthesha për t'ju përgjigjur pyetjes tënde, do doja të bëja një lidhje me atë që tha Kroni fillimisht për hapësirën mediale që duhet t'i japim në këto raste. Aq është e nevojshme të trajtohen raste të tilla, po aq është më shumë e nevojshme të kemi jashtëzakonisht shumë kujdes në trajtimin dhe çastin që po publikut, siç e tha edhe psikologu në studio, raportimi jon po shkakton më shumë pastaj pasoja të tjera tek opinioni sesa pastaj edhe te viktima e cila e ka kryer aktin. Tek rasti fundit kemi parë një raportim nga media të shkruara ku kemi parë në flagrant shkeljen etike bazë të gazetarisë, ku është transmetuar i gjithë trupi. Se pak po të ndërhy pak, veç mos e përzi publikimin e materialeve me raportimin. Jo, nuk jam duke ngatruar absolutisht. Se publikimi i materialeve, pjesë, nuk po të lame, veç po du me ma detim. Lem mënyrë kronologjike ta mendimin dhe pastaj të kemi... Po te asi s'po knaqësh ti me formën qa po praktikojnë ana me publiku, as po knaqësh me formën që po raportojnë. Sepse nëse raportojnë, se nëse shtillojnë si çështje, besoj që aty i ndihmojnë shumë publikut. E të çështja duhet raportohet, po duhet të kemi kujdes te raportimi. Te çështja e materialeve, te çështja e publikimit të materialeve, atë për fillimit thashun që është çështje e secilës media që vendos. Ama për çështjen që raportohet, ti dosh na duhet me raportu atë ngjarje, duhet me pas një doktor të mjekësisë ligjore, duhet me pas një avokat, një jurist, duhet me na treguar bazë fenomenit, më fal veç pak, duhet me na treguar bazë fenomenit vetvrasjes, a mundet njëri me vetlëndu veten me thik, për shembull, se që to po mdohet krejt marifeti që sa i vrasjes të fundit, po më vjen keq se po foli pa emocione, po na kanë bërë shumë pra. Kështu që po, mundesh me fol për raportimin, po kuadri i raportimit është edhe publikimi i aty në sanave. Kështu që veç një mova me tregu pak që ka ndallim. Sigurisht shkron që ka ndallim dhe këtë jemi plotësisht të vëdishëm, por ne si gazetar, si media, që plasojmë informacionin tek opinioni, duhet të jemi të kujdesshëm në radhë të parë të përmbahemi etikës gazetareske, të përmbahemi rregullorës të Këshillit të Pavarur të media, por edhe Këshillit të Pavarur të shton publikimin e shtyne materialeve, cili materiale pas ka shkel etikën, jo që ti shki drejt ose që su shkel etika, po më intereson me ditë sipas teje. Po për ta thënë sipas meje dhe sipas jo, ne po du me thonë sipas fakteve, se njerëz të na këshyrin dhe do me ditë në filan dite që ke fotografi e ka thy etikën, jo me fol etika u thy edhe u thy, bravo, super, u thy etika, në rastin e fundit kemi pikërisht varrimin, ne nuk kemi të drejtë të shkojmë të përcjellim ceremoninë martore, radhë parë, ne kemi parë fokusimin e media tek duart e bashkëshortës së ndjerit dhe kjo gjë cenon privatësinë e saj. Pastaj kemi raportimin e sotëm, siç tha dhe avokatja, që është më së normale të mirët në pyetje nga prokuroria, ende ne nuk e dim nëse ka ndodhur vrasje apo vetvrasje, gjithçka mbetet tashmë sistemi të drejtësisë. Ne si media bjen që as Naim Murseli nuk u dashta me intervistu me përcjell, domethënë varrimin e Luljeta Ademajt dhe me mbledh krejt ato materiale. A bjen që s'u dashtë? E po kron, le të flasim më gjerësisht në pika më të rëndësishme për të informuar edhe publikun që po na djeg, po edhe mysafirët. Dashta, ne na flasim se kena kokë. Po pikërisht që kemi ekran, por nuk jemi në kushtet e barabarta, sepse jam lidhje direkte dhe zëri imi me vonesë. Me lejo ta përfundoj dhe mund ndërhyj ekran. Realizon një emision live dhe shumë herë realizon lidhje direkte dhe të lutem, ki mirësim më lejo ta përfundoj fjalin në mënyrë që mos kemi debat që mund të Albiona, po dëgjojmë të sqarohemi. Për debat sonë kështu. Po Albiona, po dëgjojmë për mbledhja pikërisht nëse me lejon Kroni do ta përmbledh atë ku dallimi mes rastit të Liridona Ademaj dhe rastit të dizanerit të fundit. Ne po flasim për rastin e fundit dhe jo të Liridonës, i cili ka qenë një rast i rënd dhe ka pas interesim të jashtëzakonshëm të opinionit. Në këtë pikë gazetaria na lejon Kron që të bëjmë raportime në bazë të interesit të madh të publikut. Varet nëse është fytyrë publike, që rasti Naim Murselit ka qenë fytyrë publike dhe ka qenë indikuar dhe në politikë.
Ka qenë pjesë e politikës. Ka qenë pjesë e politikës, ka qenë pjesë e politikës njerëz të jetu se di. Të gjom, ka qenë, tash, ka qenë jashtë. Qërën i mirë sa Albion, a do të më impliku detaje veç për ftyrat publike në këtë rast, apo e ku kështu që... Pikërisht, varet nga faleminderit, do me thonë veç ftyrat publike janë të rëndësishme këtu në Kosovë. Na njerëz të tjerë janë atë pa rëndësishme. Kron, me lejo ta përfundoj unë nuk e kam përfunduar në rast të parë gazetarin, mirë, por në këto 11 vite që ushtroj gazetarin, me lejo Kron. Po shumë i rëndësishëm. Unë kam studiuar shkenca politike dhe nuk e kam studiuar gazetarin, por gazetarin e kam filluar në Klan Kron, sa për informatën tuaj. Dhe në me lejo po ne kumë kry bujtësinë, dhe qa ka të bëjmë me këtë? Ska rëndësi, gazetaria shtanar. Po s'ka lidhe, për qa të po thëmë? Duhet mësuar, pra ndaj për them, në bazë të punës përvojës, kam arritur të kuptoj dhe në bazë të gjithë lezushmërisë se si duhet të raportuar, si duhet të ushtrojmë këtë profesion, kemi parë dhe shofim çdo ditë për të bërë dallimi se ku është interesit. Jo pse një qytetar pa emër, jo figurë publike nuk e ka rëndësim për opinionin të transmetohet, por duhet të ruajtur privatësinë e viktimës, po e themi dhe të familjes. Siç e tha dhe psikologu, ne duke dashur të informojmë në kohë reale, duke dashur të jemi sa më shpejt gjatë konkurencës, sepse konkurenca po i bën gjitha këto, ndonjëherë po e shkelim edhe të drejtën. Cëllës viktim në këtë rast, se na hala nuk jena të ditë kush është viktima, kush fajtori, kështu, para prakjesht. Po shpreh viktima këtë rast personi i cili ka kryer aktin. Po ti jep kohë pastaj krejtë timet